Nuk është pengesë në universitetet e Evropës të punojnë, buje e madhe atje në Kosovë, pse një arsimtare ka vu shamin, ose një nxënës pse shkon me shami në kokë. Kur haron ai se të shtëpia vet, nëse ka gjyshen gjallë, ajo akoma e mban shamin kokë, se është e traditë e grave tona që fundi. Më vjen keq se fakti që edhe tek Maqedonët shamia mbi kokë ka qenë edhe simbole e kulturës së tyre. Kur ishte biseda për a do t'ju lejohet grave muslimane të fotografohen me shami për dokumentet e identifikimit, edhe një profesor Nikola Popovski, kujtohet ai njohësi drejtësisë. Shumë njohësi mirë i drejtësisë kushtetuese, edhe tha unë thot personalisht, nga jeta ime personale, nuk ka mundësi me paramendu nënën time pa shamin mbi kokën e saj. Edhe pse ka qenë Maqedonës. Edhe pse ka qenë Maqedonës. Do thonë, edhe kjo është edhe sipas rregullave, sipas kodit kishtar që është, gratë që hynë pa shamin në kisha, llogaritën sikur t'i kenë ruajtur kokat e tyre. Do thonë, sikur me hit tullase. Një kohë gjatëm kom jetuar në Dubrovnik. Dubrovnik i llogaritet ndoshta qytet me më shumë kisha në botë. Besoni. S'kishte hap që e bëjshim që nuk kishte kisha. Dhe tregonte baba kur kanë shku në fillet e para në atë kohë, kur akoma nuk ka qenë ndikimi i kësaj që quhet armiqësimi i shkencës me fen. Kjo është ka qenë një dukuri në nivel global, nuk është vetëm këto tena, edhe ta krejt gratë atje ishin me shamia në kokë. Shkaku se feja, pjesë e kulturës fetare të krishtere të grave të femrave në Dubrovnik ka qenë që ato bile o llogarit kuror e gruas ka qenë shamia në ato vende.